Për kërkimin tonë shkencor, kjo qeveri ka dhënë një fond buxhetor nga shteti, pra jashtëzakonisht të ulët. Shumë të ulët se vendet e rajonit dhe vendet e Ballkanit dhe të Europës juglindore. Po kështu, për gjithë sistemin arsimor, kjo qeveri ka dhënë fonde në 3,4% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjë që lë për të dëshiruar fonde që janë të barabarta me atë që ka mbuluar qeveria e Partisë Demokratike kur ka qenë në pushtet deri në vitin 2013. Po kështu, reformat që janë ndërmarrë në sistemin arsimor të lartë nuk mbështesin kërkimin shkencor, qoftë në kuptimin e fondeve monetare, po kështu edhe të lirisë akademike dhe të autonomisë institucionale. Unë i vërej si reforma që më së shumti kanë shkuar në uniformizimin e dijes. Shumë pak mbështetje nga ky shtet për kërkimin shkencor dhe më kuptonit, na mirë kuptojnë edhe teleshikuesit që nuk mund të pretendojmë ne kërkim shkencor dhe ndërmarrje, pjesëmarrje në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare pa një mbështetje që financiare që kushtohet kërkimit shkencor. Që i dedikohet. Po, që i dedikohet, pra ose që i kushtohet kërkimit shkencor. Për të mos folur më pas që sistemi arsimor para universitar vuan nga një politizim i skajshëm, vuan nga persona që nuk e njohin arsimin si në krye të zyrave qendrore dhe ashtu vendore të drejtimit të sistemeve arsimore, të drejtorive rajonale të cikleve para-universitare. Profesoresh, ka një shqetësim të vazhdueshëm për krizën e leximit te brezat e rinj, si ndjeni përballë një brezi që lexon më pak letërsi, por jeton në fluksin e një informacioni të shpejt dhe si ndërhyeni për ta rikthyer atë te thellësia, këtë brez domethënë. Po kjo është një pyetje që shumë e vlefshme, sidomos për ne që jemi pedagog të shkencave humane dhe të letërsisë. Studentët e letërsisë kanë një literaturë të detyruar që duhet të lexojnë lëndë pas lënde dhe ju e kujtoni këtë gjë, besoj e Gla. Por nga ana tjetër të jesh student e letërsisë do të thotë që të dalësh përtej literaturës studimore, literaturës artistike që ka një program lëndor dhe të lexosh shumë tepër. Unë vërej që studentët janë shumë të prirur të lexojnë përmes tabletave, përmes të lexojnë online. Sigurisht që ka probleme se lexojnë në mënyrë fragmentare ose në mënyrë të segmentuar, nuk e lexojnë veprën të plotë, por kanë vërejtur, sidomos këto 2-3 vitetve të fundit, që bibliotekat digjitale, qofshin këto iniciativa personale, siç një persona që kanë krijuar biblioteka digjitale, qofshin këto përmes po themi sistemeve ndërkombëtare janë shumë të vlefshme. Pra, unë jam idenë që të shfrytëzohet digitalizimi, të shfrytëzohet bota virtuale, të shfrytëzohet tabletat dhe të gjithë tekstet digjitale që janë me tekste të plota digjitale, full text, pra versione full text, për të shfrytëzuar, për të lexuar nga studentët. Sigurisht ka edhe një gjë tjetër që një pjesë e studentëve nuk kanë mundësi ekonomike për bler librat fizik, sepse po flasim për tekste digjitale në minimumin e mundshëm sasior. Një pjesë tjetër e studentëve punojnë dhe bëjnë punë të vështira për të mbajtur veten në Tiranë, për të siguruar të ardhurat për të mbijetuar, për të paguar qenë e shtëpisë, për të kryer studimet, për të paguar taksat e të tjerë. Dhe janë të detyruar që duke punuar të mos arrijnë rezultate të larta, të mos lexojnë tekstet. Dhe kur i ndaj këto përvoja me studentët është vërtet keqardhje, sepse shteti duhet të ofrojë shumë më tepër. Literaturat studimore, literaturat artistike për studentët duhet të jenë me bollëk, duhet të jenë plot bibliotekat, jo siç është biblioteka kombëtare prej vitesh nuk funksionon, ose një bibliotekë qyteti që nuk ekziston, ose bibliotekat e lagjeve që sot kanë disa pajisje të bukura, po them sirtar për të vendosur librat ose tavolina leximi, por literatura e tyre është e vjetër, është e para viteve 90, për të dalë pikërisht tek fjala që tham më parë, që është një literaturë që e deformon studentin sot, nuk i ndihmon për të mësuar në një lëndë të caktuar. Është një çështje komplekse që shteti duhet të vërdor, por ky shtet nuk ka vendor dhe nuk ka ndërmend të vërdor, edhe sa të jetë disa ditë në pushtet.